Mirëmbrëma miq, unë do doja me gjithë shpirt të uroja gjithë ata njerëz që nuk e fikën dritën e shpirtit në mes të errësirës. Do doja të uroja presidentin Trump për këtë arritje të madhe që ndodhi në Egjipt, për mbylljen e kësaj kasapane për disa muaj. Dhe me thonë drejtën, nëpërmjet këtyre fjalëve, unë do doja t'ju kujtoja një moment ku unë kam dalë përpara kamerave dhe kam ulëritur me gjithë shpirt, tur për ata njerëz, se si mund të qillohet ky burr që mund të jetë shpresa e fundit e njerëzimit. Dhe ja çfarë mrekullire bëi ky njeri. Presidenti Trump, të lutem, vazhdoj jepi fund edhe asaj kasapane në Rusi, midis një populli që ka të njëjtin gjuhë edhe ka të njëjtën fe. Respekt për ju dhe vetëm përpara.